që thash pak më parë, do të thonë Erdogani me Amerikën e pak acaruar, jeni duke munduar të hante me të dyja durët, me të dy këmbë. Dhe aty u kthye në të kundërt, domethënë Turqia pa usherin, sepse që atëherë që 2016 e sot acarimi me marrëdhëniet amerikane, Turqia ende nuk rikuperon dot ekonominë e saj dhe është vazhdim, domethënë nuk ka stopuar për së shkuarit keq. Domethënë është problemi me atë, sepse i pa thënë edhe Trumpi para 8 viteve që unë të falimentoj me ekonomi. Domethënë dhe me të vërtetë Turqia është në agjendje, saqë në atë kohë një lirë turke ishte $1, me lira turke ishte $3.5 lira, kurse tash është 40 lira $1. Domethënë në agjendje shkoi Turqia dhe këtë ka kuptuar Turqia dhe automatikisht duhet joshur zoti Trump, duhet joshur Amerika dhe për këtë siç bën gjithë Europa, që më kujton fjalët e Gjeshit që thotë, po më Europë më kurrë motin, si ra behes si mohet besë zotit, edhe Erdogani ishte një perfektur, domethënë gjithë inteligjencës dhe intelektualëve europian, jo thjesht politikanëve, që e pritën Trumpin dhe ja dhanë Trumpin atë që kërkonte Trumpi. Pra, domethënë ja dhanë 5% e GDP-s, po ashtu edhe gjitha që kërkoi Trumpi dhe automatikisht edhe në tavolinë ku është ulur, domethënë ka qenë Erdogani dhe Meloni, domethënë kanë qenë dy njerëz që Trumpi vetë thotë që janë më të mirët e zonës. Edhe për këtë Turqia foli shumë mirë, normalisht Erdogani, nuk kishte asnjë acarim, biles kemi pas një kënaqësi të madhe mes të dy liderëve, dhe pas kësaj, domethënë me gjitha të mbledhjen që kishte përgatitur domethënë e gjithë Europa, automatikisht normal edhe mbretëria holandeze, por edhe në fund të fundit i thamë baba jon, ti e baba jon, ne jemi kalamajti dhe kolegët tanë pyetën Trumpin, si tha, i thonë jo tha, i shihni ju antarët e NATO-s si kalamajturin, jo tha, ma tha për respekt, por kjo është sepse duhet njoftur lideri siç që ke përballë në radhë të parë dhe këtë Europa ditë, sepse diplomacia e Europës i thot birit vet bab, sepse në fund fundit nga kjo Europë ka dalë Amerika, dhe por është shumë e zgjuar në këtë dhe këtu me të vërtetë që Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë, sepse siç dihet në përplasjet mes bashkimit evropian dhe Amerikës, domethënë në umbrellën e NATO-s, krijojnë mundësi të tjera për një aleancë shumë më të rëndësishme për mbrojtjen e Europës, siç është Anglia, Norvegjia dhe Turqia, që të reja nuk janë në fakt antarët e bashkimit evropian, janë pa dalë domethënë nga bashkimi evropian, siç është Anglia, por tashmë duket që është e pamundur të kemi një mbrojtje të kontinentit evropian kundër në stojza, tashmë kemi armik rusin, slav, domethënë Rusisë, këtë paqen Turqia dhe tashmë në atë summit thuhet normalisht që të dalim në ditët në vijim të shohim edhe gjëra shumë të rëndësishme normalisht, por pakën ata që janë përmenduar në tani, do të kemi një aleancë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e Europës, ku pjesa kryesore do të përkasin Turqisë, sepse Turqia është antarja e dytë në NATO nga Turqia do bëhet zoti i Europës në këtë rast. Tashmë e lën Europa të bëhet zoti i Europës, jo por ndoshta. Po tani vetë babai. Po, tash ai që të mbrën ti pagu faturën normalisht dhe kjo ka qenë gjithmonë në histori dhe është për ata Europa e pagua Amerikës dhe është detyruar Amerikës, por edhe në këtë me sa kam marrë informacione unë dhe bërë është që Turqia ka bërë negociatat shumë të shumta për këtë summit, domethënë se si të njëjta lëmë të kënaqur Trumpi, sepse si gjithë Trumpi është edhe pak i parashikuar se çfarë bën Trumpi, tani u thua i nalat të gjithë dhe NATO nalat, ma thonë folën me Putinin vetë ku ne në mbredhën e NATO-s armikun e parë kryesor kemi Rusin dhe pastaj Kinën, apo jo. Edhe Trumpi nuk dije se çfarë bën dhe këtë ishin përgatitur shumë mirë Europa, këtu ka pas logjistikën e Turqisë, të Norvegjisë dhe të Anglisë dhe në këtë aspekt Turqia kërkon të jetë normalisht më e fortë, jo vetëm në rajon, por edhe në gjëra në bashkimin evropian dhe këtu a do të jetë në gjendje presidenti Erdogan dhe elita e tij, siç është Hakan Fidani, Ibrahim Kaloni e të tjerët, kokat e shoqëria e Erdoganit, që të kthejnë këtë një përfitim perfekt për Turqinë, domethënë, a do të jetë këtë ta shohim në vazhdim, por ajo diplomacia e Europës që këtu ka ndikim shumë Turqia me sa shohim, sepse Turqia është i vetmi shtet antar e NATO-s që ka marrëdhënie të direkte qoftë me Putinin, por qoftë edhe me Zelenskij, domethënë para me Rusinë dhe me Ukrainën, dhe këto i arritën të tërheqin Trumpin
nuk na la domethënë sikur e la të gështatën në Kanada dhe hiku ndeti deri minutat e fundit të ngelli shumë i kënaqur Trumpi, por edhe Europa me dëshirën e Turqisë dhe të Norvegjisë ja arritin që Trumpin ta kthejnë ato mendimet me përpashme që kishte mos me ndihmuar Ukrainën, mos me bërë këtë, po tash po do të jemi pro dhe do të ndihmojmë Ukrainën me municione dhe me logjistikë dhe me të gjitha. Pra, në njëjtën kohë Trumpi flet edhe me Putinin, por në njëjtën kohë flet ashtu dhe me Turqinë ka problemet e veta që thash pak më parë. Dhe atë tash më duket edhe sot presidenti Erdogan në një prononcim të tij zyrtar tha që po tha presin që të jemi përsëri në sistemin e F-35-s, po ashtu edhe të marrin shumë avioneve F-16 e të tjera, kështu që duket që Turqia po i rregullon punë tashmë edhe me administratën e Trumpit, por në SBA-n, domethënë. Po ashtu edhe me Europën do të kemi zhvillime të tjera, por ajo që është kryesore, Turqia është një geografi shumë të rëndësishme që ja kanë nevojën të gjithë në fakt, por sa i përket asaj me Izraelin, me Gazën, me genocidin që po bëhet, domethënë shfarosjen që po bëhet në Gaza, Turqia duket që automatikisht nuk ka asnjë gjë dorë, përveç fjalimeve retorike që ishte ose edhe në luftën Izrael-Iran, domethënë Turqia është në nëmbërën e NATO-s dhe është detyruar të vendosë dhe të veprojë ashtu siç e ka konventa e NATO-s. Ja ka frikën Turqia këtij